Qysh u mashtru me votat edhe me ndryshimin e emnit në Big Brother VIP Kosova. Që ta keni të qartë, unë nuk e kom iden cilit labinot u dasht m'ja bo votat, por kjo ndodhi kështu. Tek njeri nominim, pra tek pjesa ku ishin live dhe u hap nominimet, për të ta zgjedhur ato që dëshiron publiku ta shpëtoj, njerit labinot ja vun emnin Labi, tjetrit Labinoti. E njëjta gjë, si që mund të shini këtu, shqip në foton, e keni Labi dhe Labinoti, okay? E njëjta gjë ndodhi edhe në profilin zyrtar të Facebookut, por këtu ndryshuan. Tani, Labinoti që kishte Labi, u bë Labinot tek Facebooki, dhe Labi që e kishte Labinot, u bë Labi të Facebooki. Ndryshun gjërat. Kjo i bjen për shkak një gabimi teknik, si që mora vesh unë, me pesu një lojtar. Unë nuk moj me llogarit cilën lojtar publiku e vendos me votu, a do të votoj Labinot të Regjën apo këtë Labinotin e ri, por gjatë votimit njerit nga tyre do t'i shkonin votat gabimisht, apo jo, se mbashkësisht ka shet i e qënë votën, nuk është që e kontrolon. Votat online o pak më nërshë është fotografia, por votat me mesazh bëhet problematike. E postova një video në TikTok për këtë çështje dhe me kontaktun miq, shok, koleg nga Klan Kosova dhe ma shpjegun që kjo ka ndodhur për një shkak të mungesës një dizajnerit, pra një problem teknik i brendshëm dhe është rregulluar tashmë dhe nuk ka qenë qëllim i Klan Kosovës apo Art Motion me dëmtu njërin apo tjetrin lojtar. Pyetja shtrohet, pavarësisht kësajna, që nuk ka qenë e qëllimshme mu bo një diçka e tillë, a është e sigurt që asnjë vot s'ka shku gabimisht, dhe nëse është e sigurt, qysh sigurohemi? Nëse nuk është e sigurt, kujt i kanë shku votat gabimisht? Ku e dim ne kon ka desh me votu publiku, kon s'ka desh me votu publiku? Qyshe e merti, apo ndoshta u kon më e mira deri prej momentit hapjes, për menim tamin. Pyele juve më tregun komente se çka e shihni më të arsyeshme, po për menim tamin më e mira ka qenë prej momentit që është hap televizimi me gabim, deri te momenti që është rregullu gabimi, kthy përmrapa për këta dy lojtarë, mi kthy përmrapa parët, edhe mi hek ato vota, se nuk e din në asnjë moment, edhe ja shkru mesazh, nëse ki votuar Labinot Regja, voto edhe një herë kështu, nëse voton, po nuk e di, ndoshta veç rregullimi i dizajnit mjafton. Çush e shihni ju? Çush mendoni ju?